Analistëve është e pasakt se unë nuk jam analist politik. E dyta, ardhjan urime shumë për pozitën e kryetarit. Si kryelajm. Për pozitën e kryetarit. Edhe në këto zgjedhje, 7 qershorit, kontrasti me papunëtor të qeverisë del që jetë ti. 3 mandate me transformuse, pa zhurmë, po pa ankesa njëjtë. Këto kur e thu ti modu me përshikusi. Tash, na kemi problem me, unë që lexoj, me qitë mendësi dvogël, e cila e shtyn popullin me besu në vetë mjaftueshmëri. Që na jemi të sigurt vetë se që ushtria jonë është më e dobta në qëtë Ballkan, ku nuk ka investime publike, se s'ka nevojë se po pasunohet dikush atje me investim publik, ku nuk ka kur fal investimi strategjik në arsim shëndetësi, energji e sektorin e ICT-s, edhe komplet mentaliteti i Kosovës është shndruar në mentalitet jo zhvillimor. 6 vjet tu jetu pa asnjë ndryshim, pa asnjë zhvillim, është problem shumë i madh. E çajo mendësi, edhe që ajo sjellje politike qeverise, normal që i rezulton në varfëri edhe në largim. Kjo ka ndodhur në Ballkan, ka ndodhur vende tjera në botë, nuk kemi në atë vetmit. Unë nuk e di çu lejojna me qenë që si pozite. Definitivisht opozita nuk e ka bërë rolin, nuk e ka kryer detyrën e vet. Përpos nuk po ka opozitarizëm, që as tash bile për mua është skandaloze ajo fotografia me atë fëmijën në vushtri. Do me thonë, nuk muj me imagjinu që dikush i arsimum, që i thot vetës jo mi arsimum, e arsyeton atë maskarallak që ka ndodhur në vushtri. Do me thonë, unë e atë s'mu me pranu. E le mu që me votu me për kra. Dikon që e bon atë punë. Tash. Unë e përdu disa herë vete të kom lavdu programin cilën e kjo ofru, se menoj që qytetarëve i tregon që me një vendim qeveris, me në një muji, jeta i ndronë për të mirë, me kvalitet, soj për këtë aspektit financiar. Pyetjen tjetër, pyetjen cilën unë e kam është reformën e aleancës, për me shëndru në një parti e cila mundet me u marrë me sfidat e kohës të tashme, edhe e cila mundet, edhe cila duhet me, do me thonë, me u bo opcionat atraktiv për rinin e Kosovës, e për dallim prej kohës kur unë jo marrë me politikë, kur rinia donte me punu mas shumë në sektor publik, na sot e kemi rinin e cila don vetëm iniciativën private, që është shumë pozitive, shumë është pozitive. Për këtë, pyetja jame është për planin ton, jo në detaje, po të reforma